Të dashur teleshikues të televizionit të Shqiptarëve të Amerikës, sot në emisionin tonë Argument do trajtojmë problemet e marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Trajtojmë këtë problem me një person i cili është afër Kosovës, pasi është bashkëdhetari ynë shqiptar kosovar i cili jeton edhe pse është në drejtimin e Vatrës në Boston, në këtë qendër të komunitetit shqiptar. Natyrisht ai është kosovar dhe si kosovar ndjen më thellë raportet, përmirësimin apo keqësimin në dukje apo në pamje të raporteve midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Zoti mentor, mirë se erdhët në emisionin ton, është kënaqësi t'ju kemi në studio. Përshëndetje juve, e faleminderit shumë si gjithmonë për mbështetjen, hapësirën dhe suksesin e emisionit tuaj, që punën që bëni për gjithë komunitetin tonë shqiptar të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. Zoti mentor, të gjithë shqiptarët kudo që janë, shqetësohen nëse ka një kërcitje të vogël, një mosmarrëveshje midis mikut ton të madh Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kombeve tona, Shqipërisë dhe Kosovës, sidomos me Kosovën, pasi Kosova është në një farë mënyre edhe krijesë, edhe ndihmës, jo vetëm komunitetit shqiptar amerikan, jo vetëm të UÇK-s, po dhe të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, dhe mendoj pa ndihmën e tyre nuk do të ishte arritur liria e pavarësia e Kosovës. Javën që kaluam ne patëm një deklaratë të ambasadës amerikane në Kosovë, e cila thote që dialogu strategjik mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara është pezulluar. Në fakt, për teleshikuesit, ky dialog ka qenë në plan për tu bërë, nuk ka ekzistuar më parë, por shihet si një proces sikur po dëmtohen marrëdhëniet midis Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Në opinionin tuaj, si një person që i ndjek me kujdes ngjarjet në Kosovë, pavarësisht partishmërisë politike që mund të kemi me opozitën apo me kryeministrin, ju mendoni që a është kjo një rrezik real për Kosovën e për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara? Pikëmarrja e mia, faleminderit shumë, është një pyetje shumë e rëndë dhe është diçka që Kosova dhe shqiptarët duhet të mërziten për këtë që ka ndodhur dhe për këtë paralajmërim, por unë e shoh më shumë si një lloj paralajmërimi apo presioni duke krijuar partive politike dhe udhëheqësve tanë, liderëve tanë në Kosovë që të marrin vendime dhe ecin përpara. Ajo që unë e shoh si dëmi më i madh është dhe mendoj se Amerika është duke dashur të ngrejë një farë lloj kujdesi dhe të thotë që ju duhet të punoni së bashku, duhet të afroni, duhet të merrni vendime, për arsye se gjatë gjithë kësaj periudhe ku ne kemi qeveri në detyrë dhe ngërçe që ka ndodhur politike, ato vetëm dëmtojnë zërin e Kosovës në arenën ndërkombëtare dhe bëjnë atë më të padukshme dhe atë largojnë atë nga agjendat kryesore të aleatëve tanë që na kanë njohur, na kanë ndihmuar në shumë vite tani me shekuj dhe që kemi përballë në momentin e tanishëm. Kështu që unë e shoh si një lloj pozite ku Amerika me një veprim dëshiron të thotë dhe të dërgojë mesazh liderëve tanë që duhet merrni vendime, duhet të afroni së bashku dhe duhet të keni qëllimet e Republikës Kosovës si prioritet dhe jo agjendën e juaj politike apo gjërat e juaj që keni mes vete. Kështu që unë shoh në atë aspekt dhe me shpresë që ata duke marrë mesazhin dhe do të përbashkohen dhe të marrin vendimet dhe të marrin aksione që do ndihmojnë Kosovës dhe shqiptarëve, për arsye se ne jemi majoranca atje dhe që përbëjmë Republikën e Kosovës. Mund të shihet kjo si një farë diplomacie presioni ndaj kryeministrit në detyrë të Kosovës, zotit Kurti? Po, jo vetëm ndaj Kurtit, por ndaj partive opozitare, por mendoj që pjesa e dytë e saj është ndoshta një lloj ngritje e kujdesit ose një lloj presioni ndaj vetë popullatës atje që duhet dalin më shumë në zgjedhje, duhet të jenë më aktiv dhe nuk mund vetëm të ankohemi për gjëra dhe pastaj të mund të bëjmë detyrat tona primare si qytetarë dhe shtetas Republikës Kosovës, që është votimi dhe pastaj përgjegjësia ndaj udhëheqësve tonë.
vonë. Kështu që mendoj që kjo është në dy anët, presion ndaj liderëve, edhe me qeverisë në detyrë që është momentin, dhe pastaj edhe ndaj vetë popullatës tonë që ne duhet të dalim, duhet të bëjmë përgjegjësinë tonë primare votimi dhe duhet të bëjmë përgjegjës ata që i kemi vendosur si udhëheqës në shtetin tonë. Në këtë mes, veprimet e fundit të qeverisë Kosovës për shtuarjen e sovranitetit, për rritjen e sovranitetit Kosovës në veri, a ndoshta të bëra pa koordinim me aleatët tanë, vendet e Kuintit në këtë mes dhe Shtetet e Bashkuara. Mund të jenë këto si një element për të cilën Shtetet e Bashkuara po të rreqin vëmendje? Nuk e shoh nga ajo pikpamje, për arsye se mendoj kufori që është atje dhe që NATO teknikisht udhëhiqet nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sidoqë ta shohim ata janë investuesi më i madh dhe koordinatori i tyre. Mendoj që ata gjithmonë kanë një farë lloj kontrolli, vëzhgimi dhe kujdesie ndaj asaj se ku janë dhe çka është duke ndodhur dhe observimi i tyre gjithmonë është në nivelin e duhur dhe ata e janë në informata të tilla. Qeveria aktuale e shef këtë shtrirje të sovranitetit në pjesën veriore të Kosovës, domosdoshmë ka të komunat me shumicën e popullatës serbe si arritje më të madhe që ka, ndoshta është edhe ajo më e madhe që kanë bërë të 4-5 ditët e fundit, por nuk mendoj që ka kriju ndonjë dëm, për arsye se duke pasur jo vetëm qeverinë e tyre, por edhe në parlamentet evropiane kemi parë deputet të ndryshëm të cilët e kanë alarmuar shtetet e Bashkimit Evropian dhe ato ndërkombëtare domosdoshmë për gjërat që po bënin strukturat e ndryshme paralele, ilegale, kriminale serbe në pjesën veriore të Kosovës, sidomos. Ndërsa tash në javët e fundit dhe në ditët e fundit kemi edhe aksidente të tjera, të cilat nga disa pranohen dhe disa nuk pranohen me dron, me vëzhgime të ndryshme brenda territorit të Republikës Kosovës, gjëra që mbeten për tu vërtetuar nëse ka ndodhur apo jo, apo ndoshta pyetja tjetër është edhe se injorohen nga palët ndërkombëtare që mos të zgjasin apo mos të ngrehin ndonjë panik të tillë për sa i përket popullatës, mirë po duket sikur janë disa gjëra që po ndodhen dhe ne duhet jemi shumë alarmant në këtë rast dhe të mos lëmë asgjë të shkojë pa e vërejtur, lajmëruar dhe pa bërë publike domosdoshmë që gjithë njerëzit janë në dijeni asaj që po ndodhin dhe ti kush t'japim rëndësinë e caktuar me këtyre gjërave domosdoshmë që pastaj mos paguajnë çmimin më vonë. Një nga problemet të cilët është në qendër të komunitetit ndërkombëtar është edhe vazhdimi i bashkëbisedimeve për paqe me Serbinë, ndërkohë Serbia e Vučićit që mbështet Rusinë dhe mbështetet nga Rusia e Kina, India e vendet tjera, synon që të çojnë në kalendat greke bisedimet për të mos zgjidhur atë. E shihni këtë si një edhe presion të një farë lobimi serb që ka filluar në Shtetet e Bashkuara për të mbështetur çështjet e tyre, po në kundërshtim me interesat e Kosovës dhe natyrisht në këtë mes edhe me ndikim ndoshta që mund të jetë edhe objekt i këtij pezullimit të diskutimit strategjik midis Shtetit Bashkuara dhe Kosovës. Këtë mund ta shohim nga disa këndvështrime, por ai që më intereson mua dhe mendoj gjithë shqiptarëve, sidomos atyre që janë lindur, rritur dhe jetojnë në Republikën e Kosovës, është se çka është lidhja dhe këndvështrimi nga shqiptarët aty që janë. Ne njohim shtetin tonë verior më së miri për arsye se kemi jetuar aty dhe gjenocidit që janë bërë ndaj popullatës shqiptare aty në vende po vinë dhe po dalin. Ajo që është më interesante në këtë këndvështrimin që shoh nga ana ime dhe shumicës popullatës që jemi aty, domosdoshmë është kjo përzgjatja e krijimit të qeverisë, marrjes së vendimeve, është duke i rënë në krah dhe duke i përcjellur pozitivisht vetëm Serbisë. Dhe ajo nuk është duke na ndihmuar neve, për arsye se Serbia ka vetë problemet e veta për momentin për sa i përket protestave që dim që kanë zgjatur kundër presidentit aktual, shtypjes, lirisë mediave apo propagandës e cilën e ushtron qeveria e Serbisë, dhe kjo domosdoshmë i ndihmon atyre kjo përzgjatje dhe kjo pakujdesi, ndoshta mund ta thoja, nuk e di, mund ta përdorë fjalën e duhur në këtë rast, por kjo vetëm i ndihmon qeverisë Serbisë dhe agentët e tyre që kanë. Ata një herët kanë bërë punë më të mirë për sa i përket lobimit që përmend edhe ti në krahasim me lobimin shqiptar, sidomos me alatën tonë kryesore të Bashkuar të Amerikës,
dhe mendoj që kjo përzgjatje do të na kushtojë neve më shumë, ndërsa për sa i përket Rusisë dhe Bashkimit Evropian specifikisht, Rusia është duke përdorur Serbinë për interesat e veta dhe për kontrollin dhe ndoshta edhe një lloj organizimi brenda vet Evropës, duke ditur se ne jemi mund qendrat e Evropës, si shtetet e Ballkanit, dhe në njëjtën kohë Evropa duke përdorur Serbinë që ta zbuzë të afrojë në gjinën e saj për të larguar jashtë Serbisë. Kështu që janë disa agjenda të ndryshme, të cilat janë duke përdorur në këtë rast, sidomos në Ballkan dhe aty ku jemi ne, për fat të mirë apo për fat të keq.